në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku emocionet shpesh shfaqen në mënyrë të papritur dhe marrëdhëniet ndërpersonale zhvillohen në presionin e kamerave, një nga momentet më të veçanta dhe prekse u zhvillua mes Elionës dhe Klodit. Që nga dita e parë që ajo hyri në shtëpi, Eliona nuk i kurseu fjalët e sinqerta dhe të hapura për ndjenjat e saj, duke treguar një përkushtim dhe maturi emocionale që e bëri këtë deklarat një nga momentet më të bukura të edicionit. Eliona i tha Klodit me fjalë të mëdha dhe me një ton të sinqert, që ditën e parë që kam hyrë, më ke pëlqyer. Të pëlqej ty, të pëlqej lojën, të respektoj familjen tënde. Dhe edhe në rast se ke nevojë, të kem pranë gjithmonë. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një shprehje romantike, ato pasqyronin një afërsi të thellë, një respekt të ndërsjellë dhe një ndjeshmëri ndaj personit dhe familjes së tij. Eliona tregoi se nuk është e fokusuar vetëm tek emocionet e saj, por ka një kuptim të plotë të marrëdhënieve dhe përgjegjësive që ato sjellin, duke e bërë këtë deklaratë të veçantë dhe të thellë. Ky moment tregoi disa dimensione të rëndësishme të karakterit të Elionës. Së pari, sinqeriteti dhe transparenca e saj, duke mos fshehur ndjenjat që përjetonte që nga fillimi. Së dyti, maturia emocionale, pasi ajo tregoi respekt jo vetëm për Klodin, por edhe për familjen e tij dhe rrethin social, duke vënë në dukje se marrëdhëniet e forta ndërtohen mbi respekt dhe kujdes. Së fundi, gatishmëria për të qenë pranë tij në çdo situatë tregoi një përkushtim që shkon përtej thjesht lojës dhe strategjisë, duke u bërë një mesazh i qartë i besnikërisë dhe mbështetjes. Për Klodin, këto fjalë nuk ishin thjesht një kompliment. Ato përfaqësonin një tërheqje emocionale të sinqertë dhe një mundësi për të ndjerë lidhje të thellë dhe mbështetje të vërtetë brenda shtëpisë. Në ambientin e ngarkuar me presion dhe kamera, ku shpesh ndjenja dhe fjalët mund të keq interpretohen, deklarata e Elionës doli si një moment i pastër dhe i vërtetë.